Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për leadershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i bordit paqes. Fatkeqësisht, edhe për një ngjarje me një peshë të tillë krejt të veçantë për Shqipërinë e vogël, ky lajm i mirë për emrin e Shqipërisë e të shqiptarit në botë është pasuar nga një lumë marrëzish të derdhura në Mexhlisin e Informimit Publik. Pikërisht në një moment me simbolike peshë të veçantë, ku Shqipëria thirret si bashkëthemeluese e një qendre diskutimesh e vendimarrjesh me impakt global, jo në Honolulu, po në Shtëpinë e Bardhë, periferia e skenës son politike përndizet a thua se Shqipëria u përjashtua me turp dhe jo u ftua me nder të posaçëm. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për t'i kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më. Në Tiranë plas marazi e marrin dhen lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguë kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri në këmbim të prezencës son në bord. Tamam kur kjo ftesë e drejt për drejt e presidentit Trump për kryeministrin e Shqipërisë, për t'u bashkuar bordit paqes si bashkëthemelues, konfirmon forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë pasqyrat mediatike mbushen me shëmbulltyrat e dëshpërimit a thua se në bordin e paqes do t'ulet partia e një pjesë të shqiptarëve dhe jo Shqipëria e të gjithë shqiptarëve.